Më shumë se 26 vjet pas përfundimit të luftës në Kosovë, dhimbja e shumë familjeve vazhdon të mbetet e hapur. Në rajonin e Ferizajt, Kaçanikut, Shtimës, Hanit të Elezit dhe Shtërpsës, rreth 80 persona ende figurojnë të zhdukur. Për vite me radhë, familjarët kanë jetuar mes shpresës dhe pasiurisë, duke kërkuar përgjigje për fatin e më të dashurve të tyre. Këto histori u sollën para publikut përmes dokumentarit e realizuar nga Birn Kosova, i cili u shfaq me 9 qershor 2026 në ambientet e Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj. Duke marrë parasysh që gjeneratat e reja thjesht nuk janë të informuar aq sa dohet, më dok shumë interesante dhe shumë më vlerë me pas një farë eksperiencë ose me pa prej perspektivës tyne, qysh ka qenë edhe normal që ka është duke bon qëtash për viktimat e luftës. Shumë më konë e prekshme, duke mos marrë parasysh që pjesa më e prekshme u konën ajo femna që thot që ka shkuën në dasën vetë me njënin për fusanat nanës vetë. Mendoj që ka qenë një pjesë shumë me vlerë për ta, edhe një prekje shumë që e bashkon të kalunën e sajna me të tashmen që i mungon. Përmes dëshmive prekse, dokumentari rikthen në vëmendje plagën e familjarëve të personave të zhdukur, duke treguar se për shumë familje pritja për të vërtetën dhe drejtësinë vazhdon ende. Shfaqja në Ferizaj është pjesë e një serie prej 8 dokumentarësh që Birn Kosova ka filluar t'i promovoj në 8 rajone të Kosovës, me synimin për të dokumentuar historinë e personave të zhdukur dhe për të krijuar hapësirë për debat publik e institucional mbi këtë çështje, e që vazhdon të mbetet e hapur edhe pas më shumë se 2 dekadash nga përfundimi i luftës.